për shqyllim të madh korrupsionit dhe të kapjes politikës dhe të neverisë që është kriju nga njerëzit, ka sjell këtë moment që tash ka dalë dhe spaku po nëse mund të jetë një forcë që mund të shkatërrojë gjithë shtetin, se është ka në një pikë shumë delikate. E vërtetë. Nëse mundet, pastaj dhe spaku, unë dyshoj, duke pa se si po sillet mas ardhes Trump, duke menduar se Trump propaganda Berishës, ata të spakut janë në një nivel se nga kjo shoqëri kanë dalë, nuk kanë ardhur nga akademia angleze, ka ardhur vetëm gjuzi. Kështu që tash është shumë simpatik, më ka qenë gjithmonë simpatik gjuzi në Tiranë. E ke njohur më përpara? Pasi. Tash problemi është që këto njerëz, pra edhe spaku, mendoj se duke u friksuar nga tërheqja e fondeve, nga heqja dorë që mund të ketë Amerika drejt spakut, dhe duke menduar se mund të bëhet politika bashkë për ta çmontuar spakun, atëherë kanë filluar goditjet, po kjo nuk është serioze, sepse duhet të fillosh të që edhe në Itali kjo frikë kur ndodhi dur të pastra. Jo, po problemi kujt i shërben. Sepse unë s'po të them, gjykoje merret jo të Panderos, po merren hetim Erion Velin dhe të gjithë herën hetim. Por konsolidoje dosjen mirë, ke provat sigurta, se deri tash po ka një mos flasim por anën etike të prokurorit, sjelljes tij, marrëdhëniet që ka me Erion Velin, që sa janë vërtet apo pak të sjellja e tij spakt nuk ishte sjellja një prokurori të ftofët. Prokurori nuk duhet të hyjë në marrëdhënie emocionale dhe marrëdhënie me të Pandeorin. Është kudo në botë, unë edhe juristë që kam pyet një konflikt të thjesht, ke mund me një njeri, po ti prokuror, nuk e marr unë vetë çështjen. Se duhet të jesh asidite, duhet të jesh i ftofët. Pastaj për mos fol për gjuhën e për kë, pra e gjitha kjo është një kulturë jona për konceptin e drejtësisë, e shtetit drejtës, e politikës, e marrëdhënieve të institucioneve. Po bën përshtypje diçka, njerëzit janë të ftohtë sepse mendojnë që a janë hajdukë, po pse më këta po vinë që të bëjnë demokracinë për atë. Kush do vi Flamunoka do vi të bëjë demokracinë? Ata kanë me lugë në brez janë. Po me lugë, më këta thënë radha, më që të duket radha, sigurisht radha qumshit. Kush do mjeri lopë tash? Po është radha jonë, çka ke pse me radhë, kjo punë po vjen në tullën aty. Si ke radha qumshit do më. Është radha jonë, pra se kemi 12 vjet pa vjet. Është radha jonë, e kuptoj, kapi inkonscientin, është radha jonë. A kuptoj? Kështu që, pra ne po them njerëzit janë ftoftë dhe këtu unë shikoj atë që nuk është gjë e mirë, jo? Jo, absolutisht kjo do të ketë pasojë të ardhmen. Already janë pasojët. Do të ketë pasoja më të rënda. Po njerëzit sepse është edhe një lloj dorëzimi i njerëzve. Jo vetëm dorëzimi, po nuk është më situatë që ishte në 90-ën që njerëzit ishin gjithë bosh, ekonomia ishte... Jo, tani. E mamin përpara një 4-5 vjetësh u quan student. Po. U tram rada. Po. Shkoj u fut podea, u qel muhabeti. Po se duan shfrytëzojnë këto më. Duan shfrytëzojnë këto një lëvizje dali, po. Tash problemi është që njerëzit si shofon, nuk është më 90-a, me parat pista, me trafik, me kontrabande, ku të diun, njerëzit kanë kriju një lloj mërqenie. Njerëzit kanë kriju, se këto thënë varfëri. Varfëri ka kudo, edhe në Amerikë ka varfëri, edhe në Europë ka varfëri, gjithë të shohësh qajnë. Problemi është që po të shofësh kafet plot, njerëzit merren me i punë, dikush bëj i punë, dikush bëj këtë, dhe kjo po ndodh në botë, dhe nuk kanë më interes prishin qetësinë e vet. Sidomos të bëjnë revolucione. Të bëjnë revolucione sepse revolucione kur vinë? Vinë kur ka shku thika në rrashtët. Atëherë vjen revolucion kur s'ke shumë më. Kush bën revolucion sot gjithë njerëzit kanë hallin ke makinat, kush le punën, s'duan në privilegje kanë hallin me shku me pushu, nuk janë këto kushte më. Dhe unë mendoj që kjo do të vi vetëm atë ftofjen e politikës, këta vjedhin, tash këta kanë bërë disa punë, me thonë drejtën, po kanë bëu më shumë, kanë morë se kanë bëu punë, dhe do të vazhdoj kështu, po ajo që është e rëndë është që ne nuk kemi kërkun nuk duket në horizont një opozit që t'japi i frymë, t'japi i shpresë, që më të shkosh ti, shkoj unë, shkoj tjetër, hajde të kontriboj, jo për të morë
Po, të kontriboj, t'japi shpresë, nuk e shikoj. Edhe të rritë po t'i shofësh të njëjtën mënyrë flasin, të njëjtën mënyrë gënjejnë, ta shqit del ai. Nuk e kuptoj pse bërtasi një herë urdhari. Po del ai, del ky i kësaj 1920 se ka. Lapajmë. Jo, ma ja, ky i partisë 1920. 12, sa tash 12. Po. Alibea, del Alibea, tash akoma mas 35 vjetës me biografi, unë jam familje djathtë e persekutuar. Orë zotëri kanë kaluar 35 vjetë. Alibea sa do të jetë sot? 45? Ja, 55. 55. 35 vjetë ka qenë 10 vjeç. 20 vjeç. Tash 20 vjeç ti ke pas kohë me kërku, me ndërtu karrierë, pra sidomos politikanëve shqiptarë i mungon integriteti dhe i mungon dinjiteti. Mu më duket se kjo puna kam qenë persekutum e duhet ma legët, më duket si familje lukrative. Si në kodë komunizme me janë familje të shmori, po njëta kulturës me janë... Bile si thash që unë se filloj të folë një këse, ore ju si kyrë që nuk keni bolës tash, më fuqinë ashtu dhe se ju për shpirte, e boni mos di se Enver se s'pos keni bolës, nuk keni të përgatitur. Pastaj është shokja, po nuk diskutohet më, po kjo e ka marrë gjallë, jo pa qëllim. Dhe kush e ka marrë gjallë këtë luftë? Berisha. Ilir, ra një ditë muhabeti me gazetarët e mia, edhe po ju flisja për 97-ën, dhe këto thoshin, po pse çfarë është bërë 97-ën? Imagjino. Pastaj u kujtova, këto 23-24 vjeç. Kjo ka qenë para 28 vjetësh. Të shqiti ti frazësh njerëzve për komunizmin. Ore, filloj një moment që u talësim ne vetë me luftën se u bon bajat këto veteranët? Jo vetëm u talësim. Ma men kur na qoshin se qërimi imaginari, qytetit. Mas ne ma meni veteran që i vite ke shkollë dhe rada, kur isha në klasë parë, kishe të thojtë e kam vra 10 partizon, klasë 5, 20, i qojtë në fund klasë 8, i qinë që që vazhdojtë dhe i klasë 8. Se s'majshe me më, nuk ka historia lëviz, jeta hecen. Kjo not ke neve, se ne kur në kemi bo një ballafaqim të historisë, të marrëdhënies me të vërtetën. Si që ka një bota, e ka konsolidu, kjo është, ne hekim... Jo vetëm kjo, po neve edhe te i kalum në krimin e miteve. Se çdo kom ka nevojë për 5 mite. Më kupton? Po tash mitet janë Skënderbeu, Nën Tereza, Fishta, Naim Frashi, Fishta, Ismail Qemali, Luj Gurakuqi, mbylle këtu muhabetin të shi. Po jo çdo... Po ti çdo... Çdo i kishte dalë partizan 30 nëntor. I ke mitet të demokracisë, që i kemi jetu vetë, i dim vetë. I dim se ç'kan bërë, janë vrarë për pislike, për palaçollike, ne i bëjmë monumente, i bëjmë heroj. I ke këtu mërtim, se shkop të lartë të atje. Edhe ky prezërie, ashtu siç nuk e di çka në thësha, dhe me thot, ka qenë njëri shumë i modë. A kupton? Sinjoni që në kohë luftës ke rrugë Kavashës, si sëri ishte se ka pas banjët jashtë Tiranës, ishte në banjë, ranë prellat gjermonëve, ranë dëshmori kombit. A ishte tu ky procesin fiziologjik. Këto janë ato barsaletët që Jo, është e vërtet, Mirë, shiko. Ka një diçka, çdo regjim bie kur fillon me tallësh me të. Po, edhe me komunizmin fund kur pa bide, bën shumë qesharak. U bë qesharak. Po edhe këtu janë bë qesharak. Pikërisht, po. Edhe këta janë bë qesharak. Ndaj nuk vjen në pushtet se është bë qesharak. Po. Do të thënë mund të vite po ti ishte i frikshëm, po jo në momentin që është qesharak. Po. Dhe Rama e ka kuptuar shumë mirë. Po. Vetëm i bën qesharak. Atë gjetin e bufit Rama e ka simbolik shumë të fortë. Jo, këto kujtohet i vjen keq për bufin. Po e di çfarë është bufi? Ja bufin e major. Bufi është kafsha më inteligjente. Jo, më është fat. A ka fat më të madh për Ramën se Berisha? Bravo. Bufi është fat, Allah e major bufin, ne ku e kam bufin. Dorë. Bufi është fat. Shiko, Berisha ka bërë listat. Unë nuk po t'i them emra se do të interesojnë. Po që e bukur sa mbasi bëri listat, tha po, ne ti demokratë, demokracia, dhe nga më çka ai ato. Të shi tha, po shikova se do bëj edhe unë një korrigjim. Këtu tha edhe për shembull ka lënë ata që morën më shumë vota i la jashtë listës sigurt. Tash ti e kupton çfarë njerëzish janë, do të qosem lidhet një kuvend. Dhe thuhet që do të bëjmë primare. Dhe ajo karo që dele dyta në Durrës, ky e merr dhe që del e fundit në Durrës me 35 vota as familja vetë se kishte votu, ky merr dhe e vet dytën.
dhe sot kishte dhënë tërheqjen ai Cara. Po, i disa. Po normal. Pra këto veprime kur një njeri tallet kaq keq, ai që quhet lider, kryetar tallet kaq keq me partinë e vet, se kjo është talli. Ose mos bë, për çfarë i bëni primarët? Dhe ky thotë ne jemi parti konservatore. Po për çfarë i bëni primarët? Qose ti ke nërmen me boj listat si i bë Edi Rama, si i bë si ke bë. Si shpjegohet që dhe këta nuk kanë fuqime, si çfarë njerëz pa personalitet janë. Pra ne na mungon ajo kolona kurrizore. Leo më thujti, si ka mundsi tallët. Tallet më tallet. Është e parë, është ka 35 vjet që tallet. 35 vjet që tallet, i poshtron, i degradon, i degeneron se e di. Po se janë pa këllqe valla. Pa këllqe. Aty afër këllqeve është. Pa këllqe burr njerëz që s'kan respekt për vetveten. Ai përdor plus. Edhe unë, edhe ti jemi natyra që po u tall një herë nuk tall. Po nuk kam le me partije unë po. Po pra. Kjo është edhe kjo është mundja edhe këtë nga pasojë, mos kujtoj, jo. Po, edhe këtë nga pasojë. Domethënë nuk ka debat politik. Rama tallet tek tuk, nuk i tall kështu. Jo, nuk i tall, po domethënë nuk po problemi është që nuk ka debat, nuk ka konflikt politik valla. Jo. O kuptoj masnej do vendosen po të krijohet një bëhet gjë serioze. Për valla, Hila, për çfarë do ma bish Hila më valla? Kush është Hila? Çka ka bëu Hila? Pse them unë? Pse thot Saliu? Ajo Garo, çka ka bëu ajo? Çka ka bëu ajo? Vetëm që ne jemi mas Saliu si sekretare, si Menikin. Po mirë më ajo edhe artikulimin e ka shumë dobët, nuk ka mendim, nuk ka gjë. Nëse nuk po jam në personale. Po them e mora si shemb. A dole më duket më e bukur ajo se sa shumë moto gjë. Bëret janë aty. Po problemi është që a u futën primare. Po. Çfarë do të thotë primare? Që do të votojmë, kush mori më shumë numra? Do që këtu ato dëlqishin gjithë, kush kanë marrë primaret. Dhe kanë ikë mos foli, mas e për vjedhet që çoni Fariu, se Fariu mjeshtër për të kriju, që thot futi dhe i 200, ma futi dhe i 200. Po pat morë çoni Fariu 600 vota, 600 pluma let mi japin mu m'lulet ballit. Në listë do ta kemi në deputet përfaqësues të popullit demokrat. Nëse e përfaqëson demokracinë, apo jo? Po. Popullin demokrat e përfaqëson ai. Popullin e syrit vigjilent, po. Shiko, po, syri vigjilent është ai që dilte këto, ha. Temalia, me qënë se kemi këtë marrëdhënie, si kishë në thënë, do më thënë, o jemi spion të sigurimit, diçka të tillë. Se është e lezetshme kjo puna e spionëve të sigurimit. Kush kishte thënë? Po na kanë thënë pra ne që por mua aty në komente, po, që po se ila çiko stan vëmë. Jo, shikoj se jo. Fare. Mua fillim pa tash. Jo, mua më bën me qenë, sinqerisht më bën me qenë. Jo, po edhe për ta shpjeguar që unë dhe Malia nuk mund të bëshin fion sigurimit. Kush ka nerva me lexu platformën e tij? Po jo po ta them unë ty. E ka shkoni ke autoriteti dosjeve dhe kërkojni, ka qenë pastaj platforma e sigurisitetit, cilën e ka bë Hysni Kapo që në 50 duket, dhe ka qenë edhe është kudo në botë. Për shembull, le ta kapim në Amerikë. Grupet e drogës. Bashkëpunëtorët gjehen nga mrena grupeve. Dhe bëhen pendito, mas edhe i hekin. Jo, e disha dhe Malia. Pambarësisht se edhe kjo puna dosje. Po, dhe kush ke botuar dëshmin nga autoriteti dosjeve. Mo dëshmin, po dosjen, më po. Po shiko se si është lufta politike për që bëjnë. Shiko si është lufta politike që bëjnë. Do të thënë, ti e një zë ndryshe, i veçantë. Po pra dhe mundohen të... Po pra të diskreditojnë. Jo të diskreditojnë, se nuk më diskreditojnë. Mundohen të humiliatit, si i thonë të... Po të përullin. Të bëjnë që ti mos flasës, që të shkatarrojnë marë. Se normalisht nuk orne. Po problemi është që... Se me kje puna... Po së është të ta nëzirë është ma të Jo më jo, ja. Ko është? Prit. Të shi... Mere lexohet ma shumë mua dhe që e neja sun ta e qiptashi, po. Dhe është këtu në fund, është djali Binakut, i liri para disa muaj është thirrur në gjendje të lirë dhe nuk pranoi aktivitetin e tij armiqësor. Armiku i pushtetit. Objekt por ja ka kallëzuar teatrit që përbën dekonspirim të
Sa që po bëjmë ne, se pastaj Binaku e thuri ndryshe janë. Pra, okej. Kthehemi jo se më pëlqen kjo puna e spionëve. Ti mendon kam edhe vazhdojnë prap spioni. Po vazhdojnë. Por ti ma thon ka hik 70 se mos futemi personale. Në 70 ka hik nga Ministria e Mbrojtjes. 70 i thonë 70, 2000, 30, 55 vjet. Ka qenë me zbulimin me jashtë. Nuk ka deri më sot u mundun atëherë për plasën që pata me Kadarena i Kastriot me ftare të gjejnë jo babës tani edhe gjetën vetëm një fotografi që më pëlqen shumë me majtë në telefon. Kur ka qenë 26 këll. Pra, janë kaq të pacip. Një tjetër ai, se s'paja përmend emrin plerës. Thotë xhaja im ka marrë pjesë në tragjedinë e Tivarit, kur xhaja im ka qenë Kosova, s'ka pas punë me tragjedinë e Tivarit. Kuptoj domethënë, dhe kjo është kultura e Berishës fakt. Dhe këtu ka faj media që nuk e përgjigjet, Partia Socialiste edhe për çështjet e saj që rrinë si në gjumë. Ka edhe një diçka dhe Maria që kjo e tha shumë mirë. Kjo është kultura e Berishës. Është kultura e lumit. E lumit më shpif dhe kush shpif njeriu që është aq i ngarkum në jetën e vet që po kjo bëhet pikërisht. Kjo bëhet pikërisht për këtë punë. Dhe kjo bëhet për shembull nëse unë do bëja debat me ty, neve kemi bërë një herë debat kur kemi qenë në emision ishte herë parë që ishim përballë të Turzhej, që unë ti isha në bëm për Gjermaninë. Por njeriu bën mbi argumenta debatin. Ti the i ka vënë në formë kredie në një farë mënyrë e bleu Gjermaninë lindore, se tha ato. Unë thashi jo se nuk bëhet në politikë kështu, po u fol në argumenta, nuk kaluan në personale. Nuk kaloj unë ti baba im. Dhe flasin këta se këtu tani flasin këta për komunistat. Këto po bëjnë biografi deri ke 4 gjyshi. Këta vetëm që këta e di çfarë kanë ndryshe. Ta janë të kanë komplekse të mëdha dhe nuk kanë bollë se këto me pas fuqie, lulet ballet aty. Po se kanë nuk i punon. Nuk i punoi nervi gishtit. Jo. Si mendon? Berisha e ka pasur mikrob që të fuse ish spion bashkëpunëtor të sigurimit të partisë. Ashtu është krijuar ajo parti. Po është platformë si e krijuar ajo parti. Është shëndar ajo parti. Daud Gumeni thotë Ministri e Brendshme i dha edhe Stemën Dinamo dhe asha ku e ka gjetë shumë bukur. Ta mos e Dinamo e ka PD. Stemi i dha dhe gjyrën e uniformës, Dinamo e ka pas blu uniformë, po i qiell, blu edhe me atë PD. E ka pas D, edhe atë për e kanë bërë të tamon se ajo D-ja bishti edhe thotë shumë bukur ai Daud Gumeni. Jo, po di pse Ila ndodh kjo me historinë tonë se jo, nuk është puna vetëm historia e pas 90-të, sepse gjithë historia jonë që ne nuk kemi bërë një ballafaqim me të vërtetën dhe nuk e kemi bërë atë që quhet revolucioni ndërgjegjes dhe dinjitetit. Pra nuk e kemi bërë ne. Dhe vazhdojmë gënjim se edhe para 90-s, unë nuk kam qenë kurrë, jo sot. Po kur nuk kam qenë, edhe para 90 asaj që më njoh mobilizacion dhe ndosje, që lexoesha për fishtën, lexoesha për këtë, lexoesha për Mitat Frashin, sepse nuk duhet gjyku njeriu nga sot, duhet gjyku në kontekstin e kohës. Se sot dalin gjithë mençë më vëlla. Po kanë derë këto në gisht gjak, to erdhën kjoja për demokraci, vetëm kanë mos xhepat. Kurse ato që dolën, ato në Kolutës dolën për familje ime me që punë s'ka ditë ku shoshen Beroza la dolën hyni pushtuesit dolën me luftu pushtuesit. Po, 48 në një. Se ka edhe deri në 48 ishte në ilegalitet. Po, kështu që domethënë duhen gjyku gjonat në kontekstin e kohës, në atë kontekst kohë çka ka mund me bë mirë, çka ka mund me bë keq, po gjykojnë Berishën sot çka ka mund me bë mirë dhe çka ka mund me bë, çka boni keq kur kishte mundësi me e bë mirë, kështu duhet gjyku gjithë historia, kurse ne e kemi bë ndrejm aty. O sa lijo babak, ktheu prapë se bëm shaka. Unë për vete time, edhe sot që njeriu përpiqet është ajo gjykimi në kontekstin e kohës, kur flas për shembull për ballisën, për shembull. Ajo që mendoj them, shiko, ishte një kohë që nuk është ky informacion që ke sot. Gjermania në një farë mënyrë bashkoi Shqipërinë, gjysmën e Kosovës bashkoi pa hajt më. Po themi që i bashkë. Edhe Gjermania, që këto nuk e përmenin, Trepça që është sot problem, Gjermania e ka pas në Serbinë. Hartën e Serbisë ka qenë. Pra, Mitrovica ka qenë e Serbisë. E Serbisë. Edhe përpara, domethënë edhe Jo, ja fusin kot. Kosova s'ka qenë plot. Gjysma e Kosovës u bashkua me Shqipërinë. Gjysma e Kosovës u bashkua me Shqipërinë.
Madje edhe Italia e njëjta gjë. Edhe Italia e njëjta gjë. Shqiptarët e Maqedonisë ja dhanë gjithë Bullgarisë. Bullgaria, madje brigadat partizane kanë bërë luftë në Pogradec me ushtrinë fashiste bullgare. Se është kollaj për me folë sot që... sa janë gjithë mençëm. Tash janë bërë gjithë mençëm, gjithë nacionalista. Dhe duhet me kuptu kontekstin pse e bën. Ato menun që mund të shpëtojnë Shqipërinë, domethënë që mund të bëjnë hartë madhe Shqipërisë, këto lidhen me komunistat, atë e vendosi Jala, erdhën kanë hyrë në klasë 90 një marrë, edhe erdhi i marshalli i tha, "Undata, ju hikni, morën anijet ato i hikën." E vërtetë. Si s'po na lesa Trumpin e lënë 25. Po, unda Jalta aty ishte nuk jemi ne. Dhe prani kur thonë edhe për Anton Arabin ka një fjalim brillant ai që duhet studiuar diplomacime në parlamentin shqiptar, që ishte parlamenti kushtin. Shumë thonë që jam shitë njëra tjetrën, por thot ne kush janë ato burrat, ku ma gjej një centër që ka marrë njëra tjetrën, por ne duhet bëhemi bashkë sot se jemi në një moment që shkelmat e mëdheve mund na hupin fare si këmbë. Mund na zhdukin fare si këmbë. Dhe kështu ka qenë situata. Pra, është unë fjalime kam lexuar disa herë, është krye vepër. Pra, ai ka vënë risk veten e vet, për të mundu të shpëtoj të qatë shpëtoj të se po dajnë Shqipnia. Po të bjetë së vlari, fike pak se bet zhurmë në mikrofona. Kështu që kjo ne nuk e kemi dhe si kulturë dhe nuk e kemi dhe si forcë ndërgjegje. Kështu kemi qenë dhe kështu do t'ishe kriju dhe pajtimi. Edhe po. E kupton çaj kërësie ka sot mas 25 jetës. Oj, ti hila, ti e di unë quni kujt je. Po mi më quni ati jom, qa halli keti, ke gjo për bo, hajde. Hajde më rëzët një hajde ti. Që më thu quni ati folin si gratë e kia, mas ne hynë dhe ke gratë, ke brek të grave. Këto e në palaqë më ja. Këto e në palaqë. Unë po quni ati, se ka më hu as atëherë, se më hoja sot,